Përshëndetje miq të respektuar. Mbrëm fola për çështjen e Kashmirit në vjet të trasha. U mundova të përmendi faktorin historik të zhvillimit të ngjarjeve atje, fola për perandorinë mogule islame, e cila ka qenë e shtrirë në gjithë atë që njihet si semikontinenti indian, India e tanishme, Nepali, Butoni, pastaj Afganistani, Pakistani, ujrat e oqeanit Indian nën Pakistanin dhe Indin, pastaj këndej Persia, Tajikistani dhe një pjesë e Kazakistanit, mbase edhe një pjesë jo e vogël e Kinës së tanishme. Thash gjithashtu se shpërbërja e perandorisë mogule, apo fundi i saj historik, që ndodh me pushtimin e atyre tokave nga Britania e Madhe, që njihet si koha e kolonializmit britanik në Azi, shkakton një gjendje e cila reflekton dhe është reale edhe deri në ditët e sotme. Krijimi i shteteve nga ai territor që njihej më parë si perandoria mogule, bëhet në atë mënyrë që midis këtyre shteteve të mos ketë mundësi të bëhet kur ndonjë fqinjësi e mirë apo të jetojnë në paqë. Njëjtë kopje kështu edhe si lindja e mesme. Pas shpërbërjes së perandorisë osmane, lindja e mesme, vendet arabe ndahen në atë mënyrë që asnjë shtet arab nuk është në marrëdhënie paqeje të sinqert me shtetin tjetër fqinj. Natyrisht, kjo nuk është bërë në mënyrë të rastishme, as ad hoc, por për shkak se ato pjesë të botës të rëndësishme geopolitikisht, si në Azi, si në pjesën e Afrikës, si dhe të pasura me resurse nëntoksore të pashtershme, nuk do të mund të eksploatoheshin përpos në mënyrën se si janë nda. Në videon e kaluar gjithashtu fola edhe për arsyet e luftës së vazhdueshme të Pakistanit me Indin, herher edhe me Kinën, fola për pozicionin gjeografik të Kashmirit, se pozicionohet në mes të Kinës, Indis, Pakistanit dhe Afganistanit në veri, dhe ato shtetet Tajikistan, Kërgjistan dhe të tjera që gjenden në veri të Kashmirit, pastaj ndarja e Kashmirit nga këto shtete dhe konfliktet të vazhdueshme atje. Sonte, me izën e Allahut të Madhreshëm, do të mundohem që të shpjegoj në detaje paksa më të zgjeruara për të futur më thellë njohjes së regionit të Kashmirit, vend ky i cili konsiderohet një ndër pikat më të rrezikshme jo vetëm në Azi, po në gjithë botën. Arsyeja për shkak se shtetet të cilat luftojnë për Kashmirin, që të trija posedojnë armë bërthamore: Kina, India dhe Pakistani. Për te i kësaj, sonte do të përmendi edhe historinë shqiptare në Kashmir, pastaj India, Pakistani, lufta e NATO-s kundër Serbisë në vitin 1999 dhe si e shikon India Serbin, Kosovën nga lupa apo nga perspektiva e Kashmirit. Natyrisht nuk do të lë pa e prek edhe interesimin dhe arsyet e interesimit kaq të madh të Turqisë për Kashmirin, siç ka qenë më parë edhe për Afganistanin gjatë luftës së afganëve kundër pushtimit të Bashkimit Sovjetik. Situata aktuale sonte, pra po e shpjegoj situatën aktuale në Kashmir.
India dhe Pakistani deri më tani kanë zhvilluar 3 lufta të mëdha për Kashmirin. Lufta e parë në vitin 1947, atë vit kur India e fiton pavarësinë nga kolonizatorët britanik, shpallet shtet i pavarur dhe një vit më vonë edhe Pakistani pastaj ndahet nga India si pjesë me popullsi shumicë absolute muslimane që ishte brenda territorit të Indisë, dikura pjesë e perandërisë mogule e më pastaj edhe si Republika Islamike e Pakistanit. Lufta e dytë, të cilën e zhvillojnë India dhe Pakistani në përmasa tragjike me qindra mijëra të vdekur, bëhet në vitin 1965 dhe e treta në vitin 1999. Bile sulmin apo nisjen e luftës që e bën Pakistani kundër Indis në teritorin e Kashmirit që është tani brenda Indis, gazetat indiane, analistë të ndryshëm indian dhe politikanë të njohur e ndërlidhin në mënyrë shumë të çuditshme edhe me sulmet e NATO-s që i bëjnë Serbisë, si dhe me ndarjen, si quhet në Indi, të teritorit të Serbisë të quajtur Kosovë nga Serbia am. Perspektiva indiane në raport me Kosovën është perspektivë shikuar nga lupa e Kashmirit drejtuar Kosovës. Ate që e shohin në Kosovë, e shohin në Kashmir dhe për shkak të asaj që preokupohen me Kashmirin, edhe çështjen e Kosovës e shohin nga e njëjta perspektivë. Sot, miq të respektuar, janë me qindra mijëra, thuhet se afër 900.000 ushtar të këtyre 2 vendeve të grumbulluara në kufirin indiano-pakistanes. Nëse keni mujt me pa ndonjëherë në për video në YouTube se si i ekspozojnë forcat e tyre gjatë ndërrimit të rojeve në pikat kufitare indiano-pakistaneze, si mundohen ta ekspozojnë fuqinë e tyre, pastërtinë e tyre, rregullin ushtarak, të gjitha ato pamje japin me kuptue se midis Indis dhe Pakistanit vazhdon një gjendje e tendosur, konfliktoze dhe lirisht mund të them armiqësore deri në skajshmëri. Pra, këta qindra mijëra ushtar të dislokuar përgjatë vijës kufitare midis 2 vendeve e tregon gjendjen më reale aktuale. Pavarësisht saksioneve të ndryshme që Bashkia Ndërkombëtare i ka vënë edhe Indis edhe Pakistanit, rreziku i përdorimit të armëve bërthamore nga këto 2 vende jo që nuk zvoglohet, por palet përtej kësaj as që tregojnë ndonjë gatishmëri, qoftë edhe tërthorazi për ndonjë kompromis të mundshëm në çështjen e Kashmirit. Shkeljet e të drejtave të njerëzit, dhuna shtetnore indiane mbi territorin e Kashmirit që është brenda Indis e bën që Pakistani të reagojë shumë herë edhe me intervenime ushtarake, përveç ndihmave ushtarake, logjistike, financiare që Pakistani i jep kashmirianëve brenda Indis. Përse i ndihmon kashmirianët? Sepse 90% e tyre, që janë afër 11 milion banor, në atë pjesën Jammu të Pakistanit jugor, 90% të tyre janë musliman dhe Pakistani ndjen një përgjegjësi morale që t'ju del në mbrojtje atyre, siç i ka dalë disa herë edhe kashmirianëve të cilët ndodhen në Kashmirin që është tani brenda territorit të Kinës.
Pra, mendimet të cilat mbështetjen, financimin të cilën Pakistani e bën për kashmirianët brenda Indis, e gjithë kjo ndikon që kriza të thellohet edhe më shumë dhe India ta cilëson qëndrimin e Pakistanit ndaj Indis si qëndrim armiqësor. Pavarësisht se India është fuqi ushtarake më e fortë se Pakistani në numër, në armatim, megjithëse që Pakistani ka bomba atomike në numër më shumë se Pakistani, India është fuqi më e madhe ushtarake, pavarësisht se është e tillë, qeveria pakistaneze, e cila ka qenë në një raport shumë të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos nga viti 2001, vazhdimisht ka treguar një rrezik potencial nga i cili rrezik është friksuar edhe Kina. Pse thash Pakistani ka qenë në një afërsi apo marrëdhënie përtej diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë të cilën Pakistani e ka shfrytzuar këtë gjendje kështu, këtë afërsi me Amerikën, që herë ta sulmoj Indien dhe të futet me ushtrinë e saj në territorin e Kashmirit indian. Për shkak se edhe gjatë luftës së Pakistanit, sidomos pas vitit 2001, pas sulmeve mbi këto ndërtesat kullat binjake, Pakistani ka treguar gatishmëri absolute që të ndihmoj SHBA-n në ndjekjen dhe gjetjen, kapjen e terroristëve të cilët kishin marrë pjesë në hedhjen në ajër të kullave binjake. Përveç kësaj, para vitit 2001, Pakistani ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për SHBA-n. Kur në vitin 1979, Bashkimi Sovjetik futet me ushtrinë e saj në Afganistan, në kohën e udhëhecit të atëhershëm afgan Najibullah, dhe në fakt ka qenë në krahu i djathtë i sovjetikëve komunist në Afganistan. Në këtë kohë, pas pushtimit të Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik dhe kur po përhapej frika e shtrirjes së komunizmit ka ujërat e nxehtë dhe vendet arabe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me shërbimet sekrete pakistaneze, brenda territorit të Pakistanit i hapin 520 medrese në të cilat mësojnë nxënës të ardhur dhe të prur nga Afganistani, nga Pakistani brenda aty, nga vendet arabe dhe vendet e tjera ku ka pas dhe ka musliman gjithandej në përbot. Çfarë ka qenë roli i këtyre 520 medreseve? Lënda kryesore, mos të them e vetme, që është mësuar aty, kanë qenë lënda apo lëndet me nuancat të shpjegimeve të rëndësisë së xhihadit ushtarak në Islam. Në këto medrese përgatiteshin kuadra ushtarake, ushtarë të rinj, të cilët më pastaj dërgohen në Afganistan për luftimin e Bashkimit Sovjetik, e që në vitin 1989 Bashkimi Sovjetik dorëzohet në Afganistan, tërhiqet aty, për pasojë të kësaj dhe arsyeve të tjera, rezulton edhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik me atë perestrojkën e Gorbachevit. Pra, Pakistani ka qenë një vend shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikuar nga perspektiva e tanishme, qëndrimet veçanërisht fetare dhe ideologjike që i posedojnë dhe i mbështesin India dhe Pakistani kanë bërë që të dy palët të thellojnë ashpërsinë e tyre dhe insistimin e tyre në të drejtën, siç thonë ata,
të marrjes dhe administrimit të Kashmirit. Sepse në Kashmir, nëse pjesa dërmuese e popullatës 11 milion që brenda Kashmirit indian është musliman, në pjesët e tjera të Kashmirit, edhe brenda Pakistanit, edhe andej në Kin dhe në veri të regionit të Kashmirit, që është një territor afër 90.000 kilometra katror, ka edhe indian me përkatësi fetare, edhe sike, edhe hinduse, edhe budiste. Sikur që Pakistani tregon interesim ndaj kashmirianëve me përkatësi fetare islame, India e ndjen për borxh moral. Sikur Pakistani për muslimanët që ti mbështes dhe ti mbroj sikët, hindusët dhe budistët kashmirian. Një problem tjetër që e bën edhe më delikat çështjen e Kashmirit, që nuk shihen dritë në fund të tunelit për zgjidhjen e problemit të Kashmirit, është edhe mos interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 2 dekadat e fundit për Kashmirin. Përkundër ose ndryshe nga periudha e para dhe gjatë luftës së ftohtë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin interesim të madh aty nga frika e Bashkimit Sovjetik, pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe përfundimit të luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e zbehin interesimin e tyre për regionin e Kashmirit. Kjo e thellon problemin edhe më shumë. Deri në ato përmasa sa kthehet ajo ideja e përçarjes dhe e rrezikut të Kashmirit në vitin 1947, 48, 49, atëre kur India fiton pavarësinë, pastaj ndahet Pakistani nga India, që Pakistani ka qenë pjesë e Indisë së tanishme ta quaj kushtimisht, por si tërësi e asaj perandërisë mogule, por ajo pjesa me popullsi absolute muslimane e Indisë ndahet dhe quhet Pakistan, ndërsa në vitin 1971 Pakistani lindor apo Bangladeshi. Në këtë kohë britanikët e lënë situatën të atill që vetëm luft ka ngjarë konflikte të vazhdueshme dhe siç i përmenda në fillim të videos, ato 3 luftat e mëdha. Me tërheqjen e interesimit amerikan aty, ndodh diçka të cilën nuk guxoj me thonë e papritur, sepse fuqitë e mëdha i bëjnë projektet dhe programet për dekadat të ardhshme, punojnë në mënyrë afatgjate. Tërheqja apo zbehja e shëbave nga Kashmiri e ndihmon Kinën që të shtoj interesimin e saj në Kashmir. Në Indi, në Pakistan, deri këndej në Indi, në Iran, e nga ndej edhe sa ka mujt në lindjen e mesme arabe për të shtrirë idenë apo tendencat ekspansioniste edhe në territorin e kontinentit të Afrikës. Kështu, Kina si një fuqi jo vetëm rajonale, në kundërshtim me interesat amerikane dhe të Indisë në fakt, dëshiron që të rres edhe ndikimin në këtë pjesë të botës dhe në lindjen e mesme, por edhe të përfitoj nga të mirat materiale nëntoksore që i ka ky region, si dhe nga pozicioni gjeografik shumë strategjik i pjesës ku është Kashmiri, Pakistani aty e deri këndej në lindjen e mesme. Kina e nis atë iniciativën të quajtur një brez dhe rrugë, një paralele
e rrugës së Mendafshit, rruga më e rëndësishme transportuese dhe më e kushtueshme tani, por më e rëndësishme përgjatë gjithë historisë, rrugë e cila e ka lidh Kinën me Evropën, gjithandej dhe me pjesët e tjera të botës. Më falni. Kina e ka ndihmuar Pakistanin që të ndërtoj një rrugë të rëndësishme nga ajo pjesa kineze, duke kaluar tek Kashmiri që është nën sundimin apo nën pushtimin kinez tani, përgjatë gjithë Pakistanit deri në ujërat e nxehtë të Oqeanit Indian. Më falni edhe një herë. Mirë po, Kina, më duket e përmenda edhe në videon e kaluar, i vendos një kusht Pakistanit dhe i thot se nëse dëshiron që të ndihmoj dhe të bëj qendër e kësaj pjese të botës, ti do të ndalosh mbështetjen e kashmirianëve ujgur që janë në pjesën e Kinës, region ky i cili tani jemi dëshmitar të gjithë, është dëshmitar e gjithë bota se po bëhen një ndër gjenocidet më makabër që janë bërë ndonjëherë në 200-300 vjetët e fundit. Mbahen me miliona njerëz musliman ujgur brenda Kinës në përburgje të përjeqme, ndahen nga gratë e tyne, burrat ndahen nga fëmijët e tyre, ju miren fëmijët dhe dërgohen në përqendrat të ndryshme për ti rrit e shkollu, e trajnu që të jenë nesër ushtar kundër prindërve dhe vendeve të tyre dhe kështu me radhë. Ato që i ka bërë një kohë Hitleri gjatë luftës së dytë botërore, lerisht mund të them se një katra mëzi është duke e bërë Kina mbi ujgurët që i ka brenda teritorit e vetë e që janë kashmirian në fakt. Përtej rrugës një brez një rrugë, kësë iniciative, Kina e ka zhvilluar edhe programin tjetër që quhet CPEC, apo China Pakistan Economic Corridor, apo koridori ekonomik Kin-Pakistan, i cili është ndër më të rëndësishmet. Kur Turqia e lidh marrëveshjen me Irakun për atë projektin historik të shekullit, në vlerë $230 miliard, rrugë që niset nga Basra deri në kufirin përgjatë gjithë Irakut, deri në kufirin e Turqis, në fakt mund të konsiderohet si një kundërpërgjigje ndaj projektit CPEC kinezo-pakistanez, ose mund të konsiderohet, këtë nuk e dimi tani mund të shihet dhe vërtetohet në të ardhmen, si një vazhdimsi e rrugës, një brez, një rrugë që është nga Kina andej në përgjith Pakistanin në Oqeanin Indian, dhe kjo rrugë më pasaj të kaloj deri në Basra për të shkuar pipelinat e naftës dhe gasit dhe rrugtimi i malrave të tjerë, apo ajo rrugë më pasaj të vazhdoj edhe të Deti i Kuq, të Babul Mendeb atje, të Somalilandis, Somalia, Jemeni këndej, në për Detin e Kuq, deri të Akaba, aty të Jordania, apo në përmes kanalit Ben Gurion, $52 miliard, të cilën dëshiron të ndërtoj Izraeli, apo në përmes kanalit aktual të tanishëm, kanali i Suezit, dhe këto mallra të shkojnë e vinë, që janë diku mbi 30% e mallnave botnore, e ekonomisë botnore që kalon nëpër këtë territor, nga Azia e largët, arkipelagu Malaj, Australia mbase, Kina, Tajvani, Korea, vendet e tjera, India, për të dalë në Mediteran në Evropë, apo për të vazhduar përtej Mediteranit të gryka e Gibraltarit ka Oqeani Atlantik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 2 kontinentet e Amerikës. Kjo është ajo që e ka bërë më pastaj SHBA-n
të friksohet, ndoshta edhe të pendohet për largimin e interesimit të saj në Pakistan, sepse ka ndikuar në fuqizimin shumë të madh të Kinës nisur nga ai rajon. Diçka tjetër që dua ta përmendë këto në lidhje me Kashmirin është edhe Rusia, e cila mundohet që të mbajë një qëndrim baraspeshe neutrale në lidhje me Pakistanin dhe me Indin, mbase edhe me Kinën në çështjen e Kashmirit. Turqia është munduar që të ndjek një politikë aktive të përqendruar në një bashkëpunim dhe siguri rajonale. Pakistani konsiderohet aleati më i fuqishëm ushtarak i Turqisë. Kur pati filluar lufta në Gaza dhe po flitej për ndërhyrjen eventuale të Turqisë, kërcënimet e Izraelit, kryeministri pakistanes pati deklaruar se jemi të gatshëm të shpërthejmë dhe të hedhim atje ku dohet të gjitha bombat atomike bërthamore të cilat i posedojmë dhe të japim shahid dëshmor edhe ushtarin e fundit pakistanes në mbrojtje të Turqisë. Përse bëhet kjo ndihmë ose ky relacion kaq i ngushtë midis këtyre dy vendeve e kam shpjeguar në videon e kaluar kur muslimanët indiano-pakistanes kërkojnë ndihmën e Perandorisë Osmane dhe ndihmën më pastaj edhe të Republikës së Turqisë pas shpalljes së Pakistanit, shtet i pavarur nga India e tanishme. Irani në anën tjetër, tek Turqia të përmendi edhe një moment tjetër, Turqia, Tagjikët, Kirgizët, Kazakët, ato republika tjera, të cilat janë ish republika të Bashkimit Sovjetik me Turkistani, i konsideron vëllezër nga gjaku, kultura, etnia, feja, si një botë turke. Gjatë kohës kur afganët luftonin kundër Bashkimit Sovjetik, e më pastaj edhe gjatë luftës 10 vjeçare, luftës civile 10 vjeçare, brenda fraksioneve politike, ushtarake, brenda Afganistanit, me ato armë të cilat kishin mbet nga Bashkimi Sovjetik dhe të cilat i mbështeste dhe i financonte edhe SHBA-ja, në atë kohë Turqia i ka mbështetur pa kusht Tagjikët, të cilat udhëhiqeshin nga Rashid Dostum, nëse ju kujtohet. Përse? Sepse është interes i Turqisë kombëtar apo një përgjegjësi morale që t'i mbrojë njerëzit të cilët i konsideron të gjakut të vet. Tagjikistani është në pjesën veriore të Kashmirit, ku nga andej për çfarëdo arsye në luftën e kashmirianëve mes vete dhe shtetet të cilat luftojnë për këtë region të botës preken edhe interesat tagjike, respektivisht edhe tërthorazi interesat e Ankaras. Për këtë arsye Turqia është shumë e interesuar për Kazakistan, po mendoj Kashmirin, megjithëse shihet nga jashtë se mban një pozicion neutral. Irani nga ana e tij zhvillon një marrëdhënie të mirë me Pakistanin për shkak të interesave ekonomike dhe rrugës që do të kalon nga Pakistani në Iran më pastaj dhe ajo pjesë e rrugës së Mendafshit, apo është koridori i Zengazurit në veri të Irakut që lidhet me Armenin dhe për të cilin Turqia ka qenë shumë e interesuar dhe e mbështet Azerbejxhanin në luftën e Azerbejxhanit kundër Armenisë në Nagorno-Karabakh dhe detyrojnë Armenin që t'i pranon kushtet, të them kushtimisht kushtet e Turqisë dhe Azerbejxhanit për atë koridorin e Zengazurit që lidhet edhe me Iranin. Irani në luftën azero-armenase e ka mbështetur Armenin, jo Azerbejxhanin. Megjithëse Azerbejxhani në shumicë mbi 60% janë shitë, për shkak të interesave strategjike Irani e ka mbështetur
Armenin në atë luftë, një diçka shumë e çuditshme. Si përfundim, çështja e Kashmirit shihet se është një problem i pazgjidhur, i krijuar për të qenë i pazgjidhur, për shkak të fraksioneve fetare, ideologjike, etnike, me dhjetra etni të ndryshme, kultura të ndryshme në atë pjesë të botës që është nyja lidhëse apo ura lidhëse midis Kinës dhe pjesës këndejka lindja e mesme. Kështu, Kashmiri është i ndarë sot në gjendjen aktuale në 5 pjesë, njëjtë siç i patënda më parë edhe lindjen e mesme, apo të them më kuptueshëm edhe tokat shqiptare. Pjesa e parë e Afganistanit quhet Logina Jammu, Ladakh dhe Kashmir, që është në jug, pjesë e teritorit të Indisë së tanishme. Pjesa e dytë është Azad Kashmir, apo Kashmiri i lirë, që është zonë brenda Pakistanit. Pjesa e tretë është Gilgit Baltistan, apo ana veriore e Kashmirit që është në cep të Pakistanit atje nalt. Pjesa e katërt e ndarë nga atë dheu am i Kashmirit është Aksai Chin, që është Kashmiri i mbetur brenda Kinës, dhe e pesta është Logina Shaksam, që është jo e ngjitur me atë pjesën e Kashmirit që është brenda Indisë, por është një territor aty si e shihni në atë hartën që e kam postuar në murin tim në Facebook, është një pjesë aty e ndarë si më lart dhe e cila monitorohet, menaxhohet, administrohet nga Pekini zyrtar. Lufta e Indisë, me Kinën në vitin 1965 bëhet për këtë Loginën Shaksam, ku India pason debakël të madh në luftën me Kinën, dhe nga ajo kohë India më fare pak është interesuar për atë pjesë të Kashmirit. Shqiptarët e Kashmirit. Ka shkuan shqiptarët në Kashmir? Se kur kanë shkuar shqiptarët atje, nuk ka të dhëna të sakta, siç nuk ka të dhëna të sakta as për shqiptarët e Azerbejxhanit, as për shqiptarët që janë në Nagorno-Karabakh, dhe të cilët unë personalisht një kohë disa prej tyre i kam takuar dhe kam folur shqip me ta, përderisa po vazhdoja studimet e mia postdiplomike në Turqi. Nuk ka të dhëna statistikore, shkencore, historiografike as për shqiptarët e Ukrainës, megjithëse që për këta të fundit ka diçka të shkruar, por më shumë dihet nga gojdhënat dhe ato të cilat i thonë vetë personalisht shqiptarët e Ukrainës, me të cilët kam kontaktuar shumë herë. Megjithatë, një gjë është e sigurt, se në Kashmir jetojnë bashkombastan, të cilët në fillim ishin vendosur në Jammu, në atë pjesën e Kashmirit që është nën administrimin indian, e më pastaj transferohen në pjesën e Azadi Kashmir, që është nën administrimin e Pakistanit. Mendimi jem personal është në lidhje me atë se kur kanë shkuar shqiptarët në Kashmir, kur kashmirianët, ajo pjesë e botës, kërkon ndihmë nga Perandoria Osmane që ta luftojnë kolonializmin britanik, ka fakte të shkruara se Perandoria Osmane e ndihmon ushtarakisht me 2 batalione ushtarësh të Perandorisë Osmane që kanë qenë të dislokuar në Jemenin e tanishëm. Dihet mirëfilli se lindja e mesme gjatë administrimit të Perandorisë Osmane ka qenë në një mënyrë apo tjetër një region të cilën e kanë administruar shqiptarët, pashallarët shqiptarë, administratorët, politikanët, diplomatët me prejardhje shqiptare. Në këtë kohë kur Perandoria Osmane
dërgon shqiptar nga Jemeni për t'i ndihmuar kashmirianët dhe muslimanët urdu atje kundër perandërisë osmane, mund të kenë shkuar, bile jo mund të kenë shkuar, por ka shkuar një numër i madh edhe i ushtarëve osman me prejardhje shqiptare. Më pastaj, këta shqiptar i sjellin komandantët sidomos, i sjellin edhe familjet e tyre dhe vendosen në pjesën e Gjamus kashmiriane që është në Indi aty, e më pastaj, si thash pak më parë, kaloi në Pakistan. Ju kujtohet do fotografi më parë që shiteshin në për tregje, mbasi i kemi edhe sot, do panoramat bukura, do natyra fascionuese, të hatashme të bukura. Pastaj është një vajzë, disa vajza me sy të kaltërt, me shamia që shitet dhe e gjejmë në për panoramat të ndryshme. Ta dini se ato vajza me ata sy të bukur, që është fenomen botnor, dhe shkencëtar të ndryshëm i kanë studiuar se si është e mundën që në Kashmir të ketë vajza kaq të bukura me ata sy magjepses, ato vajza dhe ata njerëz janë njerëz me prejardhje shqiptare dhe janë shqiptar. Është interesant për fund të lidhë edhe raportin e Indis me Kinën si shtet i pavarur. Përderisa Pakistani e nje Kosovën me 24 dhjetor të vitit 2012, India vazhdimisht ka refuzuar njohjen e Kosovës, mbas edhe ka lobuar kundër Kosovës shtet i pavarur. Për dy arsye, për shkak të Kashmirit atje, të cilën e dëshiron Pakistani dhe nuk lejon asesi që të shpallet vend i pavarur, ajo pjesa kashmiriane brenda Indis, ku në vitin 2019, pra para 6 vite, edhe me pëlqimin dhe me bekimin e faktorit ndërkombëtar, shuhet përfundimisht, s'pako ashtu shkruhet, ëndra kashmiriane që të kenë një shtet të pavarur, apo neutral, apo si pjesë e Pakistanit. Shkaku i dytë i Indis, pse tregohet kushtimisht po them armiqësore ndaj Kosovës së i pavarur, është edhe raportet historike, politike të Indis me ish Jugosllavin dhe Serbin si trashëgimtare e diplomacisë të ish Jugosllavisë. E dini se India dhe Jugoslavia, pastaj Egjipti, pastaj Indonezia kanë qenë 4 shtetet kryesore të krijimit të paktit të painkuadruarve, që ka qenë një neutrale midis paktit të Varshavës, për ata të cilët nuk e dinë që janë të rinë në mosh, dhe paktit të NATO-s. Shtetet e painkuadruara, që kanë qenë në numër 80% e shteteve të botës krahasuar me paktin e Varshavës dhe paktin e NATO-s, janë udhëhequr nga politikat të cilat i kanë përgatitur Jugoslavia, e tani trashëgimtarja Serbia, India, Egjipti i Xhamal Abdel Nasserit dhe Indonezia. Imagjinoni kur në vitin 1999 NATO e sulmon Serbin, lufta e Kosovës për pavarësi, atë vit Pakistani e sulmon Indien si asnjëherë më parë, bëhet një luftë me qindra mijë të vdekur dhe gazetat indiane edhe sot e kësaj dite e përshkruajnë një gjendje, një farë korrelacioni shumë të çuditshëm midis vitit 1999 të luftës së Kosovës dhe vitit 1999 të luftës së Pakistanit kundër Indis. Dhe një arsye shumë e çuditshme që gazetat, analist, njerëz të njohur akademik indian që ndërlidhin tek rasti i Kosovës është edhe Islami. Kosovën e shquajnë dhe e njohin si pjesë e dikurshme e Serbisë, që fillon në vitin 1389 lufta e Kosovës. Në vitin 1389, çfarë konstelacione bojnë, çfarë konspiracione, India ka qenë në administrimin e
një mbreti musliman i cili fillon islamizimin e hinduzve dhe të budizve. Me luftën e Kosovës dhe pushtimin e Kosovës, rënjen e Kosovës nga perandëria osmane dhe fillon islamizimi i Kosovës, indianët e përshkruajnë si dhimbje ose me tonë dhimbshërie islamizimin e shqiptarëve apo humbjen e të krishterëve, njëjtë siç e përshkruajnë me dhimbshëri humbjen e hinduzve dhe kalimin e tyre në musliman. Gjithsesi, ato të cilat u mundova t'i shpjegoj këtu, nëse e zgjata pak videon, po e di se është zat, por desha ta përfundoj edhe këtë çështje shqiptare. Shqiptarët në Kashmir janë atje siç ka në Iran, siç ka në Nagorno-Karabakh, në Azerbajxhan, në Armeni, janë të lënë në harres, siç janë lënë në harres edhe shqiptarët e Yemenit dhe vendeve të tjera të lindjes së mesme, për të cilët mendoj se intelektualizma shqiptare, nëse jo politika shqiptare, për shkak të mosinteresimit dhe pafuqisë së tyre, intelektualizma shqiptare duhet të interesohet shumë më shumë për shqiptarët tanë, të cilët janë të shkapërderdhur në botë dhe jetojnë në për vendet të ndryshme të botës. Me këtë fjalë, po e përfundoj edhe temën që e kam quajtur dosja e Kashmirit, me shpresën se kam mund të shpjegoj diçka interesante, të nevojshme për mu ditë dhe që qëtë dritë kushtimisht po them të mjaftueshme sa për ta parë dhe për ta njohur qoftë edhe sipërfaqësisht problemin e Kashmirit. Deri në një video të radhës, mirëmbëjtje.